Mirë të. أهلا 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 كيف حالك؟ كيف الأمور؟ بخير؟ بس منيح السلام عليكم أهلا أهلا كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف الأمور؟ الحمد لله هلا كيف حالكم؟ أهلا 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 السلام عليكم أهلا وسهلا هنا في هذا الشارع بسم الله هذا برانا هاي شكرا Vazhdojmë këtu tash të pikofet. Sa fotografi antike të Mekës së Shajt, edhe të Medinës së kryeministë. Kjo është fotografia e parë me ngjyra kolor e Çabës së Shajt. Nëse ndon الشيطان الرجيم من ذكر خبيث الله sheshi qendror I kryet Arabia Saudite ka qenë pranë popullit Kosovës në momente kyçe të historisë sonë më të re. Mbështetje e ofruar nga ky shtet mik, sidomos gjatë periudhave të vështira, ka qenë thelbësore për Kosovën dhe është dëshmi e një miqësie të fortë e sinqertë. Ne jemi thellësisht mirënjohës dhe mbetemi për herë falënderues. Sot dy vendet tona janë vende partnere me marrëdhënie dypaqëse që forcohen dhe zgjerohen vazhdimisht në fusha ndryshme. Po punojmë me përkushtim për të afruar më shumë popujt tanë përmes urave të bashkëpunimit në fushat e turizmit, arsimit, ekonomisë dhe kulturës. Gjatë viteve të fundit, mijëra qytetarë nga të dy vendet kanë vizituar njëri tjetrin për arsye të ndryshme, qoftë për qëllime turizmi, biznesi apo fetare. Në vitin e kaluar, në frymën e lehtësimit të këtij shkëmbimi dhe afrimit më tejshëm u nënshkrua marrëveshja për fluturime direkte mes Kosovës dhe Arabisë Saudite që reflekton nivelin në rritje të bashkëpunimit tonë. E kjo ekspozit nuk do të mund kishte emër më përfaqësues për traditën arabe në përgjithësi dhe mbretërinë e Arabisë Saudite në veçanti, sesa emri I tanishëm urët. Tradita arabe, nëse do të shpreheshim me gjuhën e historianit të madh e arabisit francez të shekullit kaluar Ferdinand Brodel, është ura historike që lidh antikitetin grek dhe romak me modernitetin global. Por para kësaj është mbi të gjitha boshti ku ngjau kryqëzimi I mesazheve profetike. Oaza ku Zoti dërgoi profet që përcollën mesazhin e njëshmërisë dhe të bashkimit. Oaza ku mendohej se si të bëhej një në barazvlerësim njerëzimi I vuajtur dhe I shpërndar. Vendi ku mesazhi profetik skllavi Bilal I dha liri dhe trajtoi si njeri. Është ura që mundëson takimin e zonave të mëdha kulturore dhe udhëve të pasura gjeografike. Mundëson takimin e mesdheut e detit Kuq me Oqeanin Indian, të Evropës
Afrikën dhe Azi. Përveç urës që lidh, është edhe qendër që na bën të reflektojmë. Nga fjala e Zotit e të drejtësia politike, si ajo me Jerusalemin për shekuj me radhë, ne gjejmë një traditë që nderon të kaluarën dhe jep të ardhmës njerëzimit mesazhin e paqes dhe të unitetit. E ne jemi këtu për të njohur e për të avancuar më tej bashkëpunimin tonë dhe gjithashtu kulturën, traditën dhe trashëgiminë e Arabisë Saudite që po shpaloset edhe me këtë rast. Teksa çdo ditë natyrisht angazhohemi për të forcuar urat e partneritetit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Arabisë Saudite. Vendi ynë ka një pasuri të jashtëzakonshme kulturore, llojshmëria e secilës sot shprehet në formë të krijimtarisë materiale dhe shpirtërore, e trashëguar nga e kaluara jonë. Ne e njohim dhe vlerësojmë pasurinë e shumëllojshme të shtetit tonë. Kjo është vlerë universale dhe qelës për krijimin e ndërveprimit shoqëror dhe tejkalim të dallimeve ndërmjet komuniteteve të ndryshme që jetojnë në këtë shtetin tonë. Jemi të përkushtuar që të vendosim kulturën dhe trashëgiminë kulturore në qendër të parimeve themelore të bashkëjetesës, respektit ndërsjellë dhe zhvillim të shoqërisë demokratike. Bashkëpunimi i ngushtë me institucione shtetërore, komunitetin fetar, pronar, artizan, shoqërinë civile, e në veçanti me shtetet mike të Kosovës është një rëndësie të posaçme. Sot në këtë ekspozitë organizuar nga Bashkia Islame e Kosovës, teksa njoftohemi me vlerat e trashëgimisë kulturore të Mbretërisë Arabisë Saudite, vlerat e njëri tjetrit, ne në vërtet krijojmë ura bashkëpunimi e bashkëveprimi me njëri tjetrin. Andaj dëshiroj të shpreh falënderimet e mia për Bashkinë Islame të Kosovës që na sjell këtë ekspozitë si një aktivitet i cili na afron edhe më tej me kulturën dhe njohjen me Arabinë Saudite. Ju falenderoj. Do të përparim Ramën për një fjalë përshëndetse në këtë ngjarje që jep për shtetin tonë edhe një dritare të re kulturore dhe ndërkombëtare. Është kënaqësi e veçantë se sot të përshëndes hapjen e kësaj ekspozite e quajtur Ura, si një iniciativë që pasqyron thellësinë kulturore, shpirtërore dhe universale të dialogut dhe bashkëjetesës ndërmjet popujve. Kjo ekspozitë është më shumë se sa një prezantim artistik, është një ftesë për reflektim mbi vlerat që na bashkojnë të gjithëve si shoqëri, pavarësisht dallimeve në gjuhë. Kemi edhe aspekte tjera që na bashkojnë, aspektin e kulturës, aspektin e besimit. Në një kohë kur bota ka aq shumë nevojë për mirëkuptim dhe bashkëpunim, urat na kujtojnë fuqinë që ka ndërtimi i lidhjeve ndërmjet njerëzve përmes respektit dhe njohjes së ndërsjellë. Mirëkuptimi ndërfetar është një ndër themelet më të rëndësishme për paqen e qëndrueshme dhe për një të ardhme më të drejtë. Duke u njohur me historinë, trashëgiminë dhe përvojat e njëri tjetrit, ne jo vetëm që forcojmë bashkëjetesën, por edhe pasurojmë identitetin tonë të përbashkët njerëzor. Dua të shfrytëzoj rastin po ashtu sot që të uroj për edhe iniciativat të cilat Mbretëria Saudite ka marrë qysh në vitin 2016 për vizionin e Mbretërisë Saudite të vitit 2030, ku një numër i madh i këtyre iniciativave tash që jemi në vitin 2025 vetëm se i kanë mbrit. Si për shembull mbrojtjen e të drejtave të grave apo fuqizimin e tyre, të drejtave të punëtorëve. Sot jemi të nderuar që ju mirëpresim të gjithëve në këtë ambient dhe shesh kaq të bukur, sheshin Skënderbeu, në hapjen e javës së kulturës dhe ekspozitës kulturore Urat. Këtij eventi të rëndësishëm që është fryt i një bashkëpunimi të mbetëllt mes Bashkisë Islame të Kosovës dhe Ministrisë së Çështjeve Islame, të lidhjes dhe udhëzimet në Mbretërinë e Arabisë Saudite. Sot derisa përorojmë këtë javë kulturore, përorojmë jo vetëm një sër aktivitetesh dhe ngjarjesh, por dhe frymën e komunikimit, afërimit dhe shkëmbimit kulturor midis dy popujve të bashkuar ka respekti dhe dashuria sinqert. Në fillim të fjalës ime shprehim falënderimet dhe mirënjohjen tonë të sinqert
për kujdestarin e 2 xhamive të shenjtë të mbretin Selman bin Abdulaziz dhe për trashëgimtarin e thronit princin e kurorës Mohammed bin Selman bin Abdulaziz. Për mbështetjen dhe për krahjen e vazhdueshme të sinqertë të Arabisë Saudite për Kosovën në fushat të ndryshme, qofshin ato politike, kulturore, ekonomike, por dhe për mbështetjen e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. Ky aktivitet kulturor nuk do të kishte qenë i mundur pa përkrahjen dhe kontributin e madh dhe pa mbështetjen e sinqertë dhe përpjekjet e jashtëzakonshme të shkencësisë së tij, Dr. Abdulatif Ale Sheikh, ministri i çështjeve islame në Mbretërinë Arabi Saudite, i cili luajti në rol kyç në mbështetjen e këtij projekti dhe në realizimin e tij. Në emër tim si mufti i Republikës dhe të gjithë pjesëmarrësve i shpreh falënderimet dhe vlerësimin tonë të sinqertë shkencësisë së tij Dr. Abdulatifit për mbështetjen, vizionin dhe bashkëpunimin e tij të frutshëm edhe në Bashkinë Islame të Kosovës. Në këtë rast, falenderoj edhe komunën e Prishtinës për angazhimin e organizimit të këtij aktiviteti kulturor. Ky bashkëpunim pasqyron angazhimin e 2 palëve për forcimin dhe njohjen e 2 kulturave, për hapjen e vlerave sublime të Islamit, inkurajimin e dialogut konstruktiv kulturor dhe ndërtimin e urave midis komuniteteve përmes arteve, dijes, paqes, humanitetit dhe trashëgimisë kulturore. I lutemi Zotit të plotfuqishëm që ta bëjë këtë javë kulturore javë mirësie dhe mirëkuptimi, ta bekojë e forcojë këtë bashkëpunim në dobi të 2 popujve, të fisnikrojë vlerat fisnikut të fesë sonë dhe besimtarëve në përgjithësi, të udhëzojë të gjithë drejt asaj që ai e do dhe me të cilën është i kënaqur. Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ne. المعرض الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية. إن معرض الفصول يعد منصة ثقافية عالمية تهدف إلى تعزيز التواصل الحضاري بين المملكة العربية السعودية والعالم عبر إبراز الرسالة الإسلامية السمحة. Me të vërtet, ekspozita Urat llogaritet njëna prej shenjave kulturore, botërore, ndërkombëtare që ka për synim që të përforcojë rrugët e komunikimit ndërcivilizues mes Arabisë Saudite dhe botës gjerë, nëpërmes shfaqjes së mesazhit islam që është toleranca dhe përhapjes së vlerave të mesatarës dhe të drejtësisë edhe të ikjes nga ekstremiteti, si gjithashtu edhe për të njohur që të gjithë me kontributin madhështor që ofron Mbretëria Arabi Saudite për Islamin dhe muslimanët dhe për kujdesin që ajo bën për 2 harimet e shenjta. ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتعريف بالجهود الكبرى التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والمصحف الشريف. إننا في المملكة نؤمن بأن الحوار الثقافي والتواصل الحضاري هما السبيل الأمثل لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب. Ne në Mbretërinë Arabi Saudite besojmë fuqishëm se debati ose dialogu kulturor dhe shkëmbimi ndërcivilizues është rruga e vetme dhe ideale për përforcimin e paqes dhe të mirëkuptimit mes të popujve. ويجسد هذا المعرض تلك الرؤية عبر ما يقدمه من محتوى معرفي وثقافي غني يستخدم أحدث الوسائل التقنية ليقارب بين الثقافات ويرسخ مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش الإنساني. Ky event ose kjo ekspozit ndërkohë e trupëzon dhe bën këtë lloj vizioni nga tërë ato që i paraqet nga përbërja pra ose nga përmbajtja kulturore ose do të thonë edhe artistike të pasur që përdoret me metodologjitë më të sofistikuara teknologjike në mënyrë që të ofrohet një lloj vizioni parafrues mes të kulturave, duke thelluar gjithashtu kështu edhe bazën ose principin e mirënjohjes edhe të respektit të ndërsjellë dhe të bashkëjetesës njerëzore ose humane. Faleminderit shumë Nëse ka nevojë, nëse ka nevojë, veçëdhësisht. Veçë aktivizon.